Në policinë e shtetit, sipas ministrit të Brendshëm Lamallari, do të ngrihet një njësi e re për krimet mjedisore. Në policinë e shtetit do të ketë një njësi të re me fokus të posaçëm krimet mjedisore, kështu shpreh ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari në një takim me drejtuesit vendor të policisë së shtetit në 12 qarqe. Bashkë me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita, ministri i Punëve të Brendshme ka kërkuar një qasje më proaktive për zjarret, ndryshe nga e shkuara. Me miratimin e ligjit dhe hyrjen në fuqi të efektit të tij, ka nevojë që edhe krimet mjedisore në total të kenë një strukturë të specializuar. Ne nuk mund të qasemi krime mjedisore si vepra do si do të rastit. Vetëm zjarret të vit, dëmi është i pallogaritshëm. Si në fondin pyjor, sa vite, sa gjenerata i duhet atij fondi pyjor të rikuperohet. Sot Europa barë flet për krimet mjedisore. Ne nuk mund vazhdojmë të konsiderojmë prerjen e pyjeve apo lavatricët e lumenve, ndërtimet e palishme që bëhen aty dhe çdo kush i shef. Përveç se kur bëhen peskate i kanë ngel me vend çatin dhe ne pas e reagojmë, duhet absolutisht një qasje proaktive. Duhet ndryshojë kjo sjellje e trashëguar nga e shkuara, ku çdo vit kemi zjarre masive. Dhe roli i policisë pastaj përfundon duke shpëtuar jetë njerëzish, duke nxjerrë me zor nga banesat. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita kërkoi nga drejtuesit vendor më shumë angazhim për sigurinë publike, sigurinë rrugore dhe sigurinë detare. Kushtoi një rëndësi të tre komponentëve të sigurisë, asaj publike, sigurisë rrugore dhe sigurisë detare, reagonin kohësi në parandalim, ashtu edhe në ndjekjen dinamike dhe profesionale të konflikteve dhe shqetësimeve të qytetarëve. Çdo komponent i sigurisë kërkon angazhim dhe përgjegjësi dhe rezultatet varen nga mënyra se secili prej nesh e përmbush detyrën. Kur flasim për performancë, nuk flasim vetëm për rezultatet që arrim në terren. Performanca dhe mënyra se si sillemi me qytetarët, mënyra si komunikojmë me ta dhe mënyra si komunikojmë me median. Qytetarët duhet të kenë policinë pranë, të marrin përgjigje në kohë dhe të shohin profesionalizëm në çdo situatë. Dua t'ju falenderoj për punën dhe angazhimin tuaj dhe pres që këto porosi të shikoj të reflektuara në punën tuaj të përditshme, ka deklaruar drejtori i policisë së shtetit.